Mirëmbrëma gjithëve, ja ku shihemi në emisionin Klinika 24 si çdo të shtunë dhe për çfarë do të flasim sot. Me ne në pjesën e parë do t'jetë mjekja onkologe nga Spitali Amerikan 3 në Tiranë, Kleda Mati. Ne do të flasim për risit në trajtimin e kancerit, ç'duhet të dinë sot pacientët shqiptarë. Ndërsa në pjesën e dytë, doktoresh Ina Arizaj do të bashkohet me ne në një lidhje nga Roma, ne do të flasim për varësinë nga smartphone-i. Për të gjitha këto, ju ftoj të më ndiqni duke filluar me editoriali im. Ja ku jemi në rubrikën ku flasim për zakonet të vogla të përditshme që ndikojnë në mirëqenien tonë. A e keni menduar ndonjëherë ç'ndodh nëse shohim telefonin celular përpara se të flejmë? Duket një zakon i vogël, i parëndësishëm, por është si të konsumosh 2 kafe përpara gjumit. A është e vërtet kjo? Sipas rezultateve të një studimi? Po. Nuk është thjesht një krahasim apo një metaforë, por drita blu që çlirohet nga ekrani i telefonit i dërgon sinjale trurit dhe prodhohet më pak melatonin, hormoni i cili nxit gjumin tonë. Për më tepër, të dëgjojmë insertin. Në botën moderne ku telefoni është bërë vazhdimisht pjesë e përditshmërisë sonë, shpesh se përfundojmë ditën me ekranin në dorë. Një mesazh i fundit, një video shkurtër ose thjesht pak shfletim në rrjetet sociale duken të pafajshme. Por një studim i fundit na kujton një të vërtet shqetësuese, të shohësh telefonin para gjumit ndikon në trurin ton njësoj si të pish 2 filxhan kafeje. Lajmi i mirë është se ne mund ta kontrollojmë këtë zakon. Vendosni një orar pa telefon të paktën 30 deri në 60 minuta para gjumit. Lexoni një libër ose meditoni për të relaksuar mendjen. Përdorni opsionin Night Shift ose filtra për dritën blu në pajisjen tuaj. Mbani telefonin jashtë shtratit apo edhe jashtë dhomës. Gjumi është më tepër se një pushim i mirë. Është një nevojë që ka organizmi për të pushuar dhe për të qenë i shëndetshëm. Para se të shihni një video të fundit në celular, kujtoni se blen më shumë një natë gjumi e mirë. Si që edhe unë njoftova, unë jam me doktoresh Kleda Mati, ajo është mjekë onkologe nga Spitali Amerikan nr. 3 në Tiranë, mirë se erdhe në studio. Se u gjeta. Mbase konkretizimi një bisede para shumë kohësh për të patur në studio. Doktoresha, je mjekë onkologe dhe kaq mjafton të të them me të gjitha të ngarkesë pune, që ti përballesh jo vetëm në aspektin e sëmundjeve, patologjive të caktuara, por sidomos të një ngarkesë emocionale, se unë përsëris në emision mbase për mjekët janë shifra dhe statistika, pas tyre fshihet një histori personale. Pse zgjodhe këtë specializim? Je vërtet aq e fortë, mendoj që mund ta përballoje këtë? Shiko, në fillim zgjedhjet vinë për shkak të pasionit sigurisht, dhe për mua pasioni që më ka sjell në onkologji ka qenë në fakt puna kërkimore. Dhe mendoj që puna kërkimore bën më shumë kuptim se në çdo specialitet tjetër në onkologji, dhe gjatë bisedës tonë të dali padyshim edhe të reja të cilat kanë ardhur fal punës kërkimore dhe çfarë ndryshimesh reale kanë sjellë ato në jetën e pacientëve tanë. Prandaj ke quajtur dhe risi. Po sigurisht. Nuk më the e kishe kërkuar këtë specializim apo të erdhi rastësisht? Jo, ishte padyshim i kërkuar nga unë, po fal punës kërkimore. Pra në sensin që nëse ka një e kishe menduar mirë pra, çfarë doje të ka një fushë të mjekësisë në të cilën bëjnë kuptim studimet klinike, në fakt janë onkologji, dhe po të shikosh në vitet e fundit onkologjia ka ndryshuar ndjeshëm fal këtyre studimeve klinike, të cilat kanë sjell opsione terapeutike të reja për pacientët, kanë sjell përmirësim të metodave diagnostikuese. Praktikisht kanceri nuk është më si
10 apo 15 vite më parë, falë punës së parashtur të shkencëtarëve, të cilët vazhdimisht janë në kërkim të opsioneve të reja për pacientët. Por gjithsesi bisedat të tilla shoqërohen apo vetë fjala onkologjike apo tumor shoqërohen me një lloj frike që vjen si pasojë e kulturës tonë, apo nga eksperiencat e tua dhe në vende të tjera të europiane e sheh këtë? Me thënë drejtën, kanceri ngjall frikë jo vetëm për pacientin shqiptar, por në mbar botën fjala mbart në vetvete shumë pasiguri. Dhe sigurisht kjo është edhe pak historike sepse në fakt kanceri nuk ka pasur zgjidhjet që ne kemi mundësi t'i ofrojmë pacientëve në vitet e fundit. Ndryshon si qasja diagnostike, si qasja terapeutike dhe kjo ka ardhur me një dinamik shumë të shpejtë në 10-15 vitet e fundit. Aktualisht ne kemi mundësi që pacientët i diagnostikojmë në fazë më të hershme fal zhvillimeve në risi teknologjike në diagnostikim, po gjithashtu dhe t'i japim opsione më të reja terapeutike të cilat jo vetëm janë më efikase në efektin terapeutik, por janë edhe me më pak efekte anësore, çka i mundsojnë pacientit të jetojë një jetë më të gjatë me cilësi më të mirë. Mirë po, sado që nga ana mjekësore ne e dim se cilat janë ndryshimet që kanë ardhur ndër vite, pacientët nga ana tjetër jo gjithmonë janë të mirë informuar për ndryshimet që kanë ardhur dhe shpesh në mendimet e tyre mbetet fjala e rëndë e kancerit që shpesh herë fatkeqësisht në Shqipëri edhe nuk ja themi dot emrin me raste, nuk e di nëse ju e keni vënë re, shpesh referohen edhe si sëmundja e keqe apo ndonjëherë familjarët përpiqen ta fshehin diagnozën nga vetë pacienti. Mirë po, unë mendoj që informimi mbart në vetvete një fuqi të madhe dhe sa herë ulemi dhe flasim me pacientin, sa herë i shpjegojmë të gjitha opsionet terapeutike dhe si shtrihet në fakt plani i tyre i trajtimit dhe ata e kuptojnë këtë gjë, e shohin që opsionet kanë ndryshuar ndër vite, e shohin që mbartja e efekteve anësore që mund vi nga terapia nuk është aq intensive sa ndoshta do ta kishin menduar, e kthejnë, e shndrojnë atë frikën, do thoja më shumë në një qasje proaktive për të përballur me sëmundjen. Ndaj unë besoj shumë te fuqia e informimit, siç thash, dhe bëj mirë që flasim gjithmonë për këto opsione. Më vjen mirë që jemi në një linjë sepse informim, edukim është edhe qëllimi i emisionit tonë. Është shumë e rëndësishme të jemi të informuar dhe këtë sidomos se kuptuam edhe mbas pandemisë që kaluam. Në çdo mjek, çdo specialiteti që vjen në studio e ka tokë fjalshin kapje e hershme dhe parandalim patjetër është e përdorur të paktën një herë gjatë emisionit. Por sidomos besoj për specialitetin tuaj duhet jetë kryefjalë. Padyshim, diagnostikimi i hershëm është vendimtar. Pra, sa më herët jemi të aftë për ta diagnostikuar kancerin, aq më thjesht të trajtojmë atë. Aq më thjesht të trajtojmë edhe në kuptimin e efekteve anësore që mbartin trajtimet. Pra, pacientët nuk janë të detyruar nëse kanceri diagnostikohet në fazat e hershme të nënshtrohen terapive intensive. Pra, efektet anësore që vijnë nga këto terapi janë më të lehta dhe më lehtësisht për të përballuar nga pacienti. Mirpo nga ana tjetër edhe efektet terapeutike, pra suksesi i trajtimit të një kanceri varet absolutisht edhe nga faza në të cilën e diagnostikojmë. Për këtë arsye ne i mësojmë vazhdimisht testimeve depistuese, pra testimeve këtyre kontrolleve rutin, kur pacientët i nënshtrohen pavarësisht nëse kanë apo jo simptoma. Pra, siç është mamografia për shembull në kancerin e gjurit. Mamografia është një testim screening depistues që edhe nëse gruaja nuk ka ndjer asnjë gjë në gjirin e saj, duhet t'i nënshtrohet në një. Dhe besoj për këtë është folur shumë në gjithë këto vite dhe sikur e ka arritur atë fuqinë e informimit. Unë mendoj që për një grup mosh, ndoshta gratë e reja janë duken më të ndërgjegjësuara. Mirë po, ne ende shohim tumore lokalisht të avancuara, ose të avancuara të gjirit, apo të zorës së trash, apo të pulmonit, apo të kancerit të qafës së mitrës. I përmend jo më kohë të gjitha këto grupe patologjisë, sepse janë të gjitha patologjitë të cilat në fakt mund të diagnostikoheshin në kohë me anë të testimeve depistuese. Dhe më pëlqen fjalia që thoni
për depistim, sepse nuk e lini thjesht në iniciativën personale të një check-upi dhe të një kontrolli, dhe kjo fjala është ajo që në fakt duhet përdorur për politika të caktuara të cilat... Sigurisht, patjetër, dhe mungesa e këtyre politikave në popullatën e përgjithshme në Shqipëri, pra të protokolleve të depistimit në nivel popullate, e bën edhe kancerin më të vështirë për të diagnostikuar në Shqipëri në kohë, dhe në fakt i lihet vetë pacientit në dorë ose në, le të themi, në ndërgjegjen e tij për të kryer ose jo kontrollet rutinë. Dhe ndërkohë këtu do t'i kthehemi kësaj çështje më vonë, sepse ajo që e shoqëron bisedën, apo jo do thosha ka një lloj narrative, sikur pacientët shqiptar nuk janë të trajtuar siç duhet, të themi me ato protokolle, dhe do doja mendimin tuaj në lidhje me këtë, po mbase e prekim pak më vonë, mbase është momenti të flasim për rolin e onkologut, sepse është i lidhur detyrimisht me sëmundje tumorale, por edhe këtë në emisionet tona e përmendim shpesh, të trajtosh këtë sëmundje duhet të jesh një skuadër, apo jo? Sa ndihesh ti pjesë e skuadrës? Pra, pavarësisht se pacienti në përgjithësi në takimet e tij të shpeshta takon vetëm onkologun. Mirë po, rrugëtimi i pacientit me kancer nuk është linear, pra nuk është edhe i thjeshtë, është kompleks trajtimi i kancerit. Pra fillon nga një pikë A, që është diagnostikimi, dhe përfundon në një pikë B, që në fund është ndjekja periodike e këtij pacienti. Mirë po, në këtë rrugëtimin e pacientit janë shumë specialistë të tjerë të përfshirë, dhe është vetëm puna në ekip që e bën rezultatin e trajtimit të suksesshëm. Pacientët që në fillimet e tyre mund të takohen me radiologët, të cilët janë ata që i vendosin një emër diagnozës fillestare. Pastaj shoqërohet nga anatomopatologu, që është ai që i vë vulën përfundimtare e diagnozës. Mirë po, patjetër në këtë rrugëtim duhet të jetë kirurgu, duhet të jetë radioterapisti, dhe përveç kësaj duhet të jenë edhe specialistët të grupeve të patologjive për kancer. Për shembull, nëse flasim për kancerin e mushkërisë, duhet të jetë pneumologu. Nëse flasim për kancer për tumore gastrointestinale, duhet të jetë gastrohepatologu. Pra, jo, më fal, do doja të shtoja në këtë grup edhe psikologun. Jo, apo mbështetje sociale. Do dilja patjetër edhe këtu, sepse përveç këtyre specialistëve mjek, ka edhe specialistë mbështetës të terapisë, domethënë të rrugëtimit të pacientit, që janë jo vetëm psikologu, por është nutricionisti, dietologu, është fizioterapisti, pra është infermieri i cili implementon të gjithë planin e trajtimit, janë teknikët e laboratorit, teknikët e imazherisë, pra janë të shumtë, në fakt ekipi është shumë i madh dhe është vetëm koordinimi i të gjithë kësaj pune që qëndron mbrapa në fakt onkologut që e bën të suksesshëm. Dhe ju kemi parë gjithmonë në ekipe dhe gjatë xhirimeve dhe momenteve të punës tuaj, mbasi është momenti të ndjekim si është një ditë pune juaja dhe kthehemi. Dhe është pikërisht kjo qasje që ndryshon nga i trajtimi fragmentuar, që mbase edhe ndodh në disa raste, apo nuk e di si e komentoni ju këtë. Shiko, Ada, në Shqipëri ti e gjen shumë shpesh këtë trajtimin e fragmentuar. Ti e shikon pacientin i cili në fillim takohet me onkologun, dhe më pas referohet nga onkologu për të kryer një ekzaminim të caktuar, ai shkon tek specialisti tjetër, kryen ekzaminimin, të kthehet me një raport, por nuk është e njëjta gjë të lexosh raportin e një mjeku dhe të ulesh me mjekun të flasësh dhe të diskutosh rastin në fjalë. Është vetëm një mënyrë se si ti mund të plotësosh në fakt nevojat e veçanta që mund të ketë pacienti në atë moment të caktuar dhe të japësh zgjidhjen më të përshtatshme. Jo vetëm kaq, por diskutimi i drejtë për drejtë ndërmjet specialistëve
minimizon edhe vonesat, do thoja. Që janë shumë të rëndësishme. Patjetër, koha nuk është asnjëherë në favorin tonë kur flasim për kancerin dhe ne duam të japim një zgjidhje të mirë, por edhe në një kohë optimale, pra të jetë deri diku shpejt kjo zgjidhje. Dhe të gjitha në një shërbim mjekësor të fragmentuar humbasin shumë gjëra, përveç se trajtimi mund të mos jetë ai i duhuri, po edhe vonesat pastaj sigurisht e komplikojnë situatën e pacientëve. Ju e kishit quajtur trajtime të reja apo trajtime precize. Zakonisht ne jemi referuar me imunoterapi, vaksina, le të flasim pak. Më the që jam optimiste dhe vjetre në fakt energjia pozitive që ju shpërndani dhe më vjen mirë këtë sidomos edhe për pacientët tuaj. Le të flasim pak për, i thoshim me ardhme dikur, po me ço është e tashme. Është e tashme. Ne jemi unë gjithmonë e them që ne jemi duke jetuar erën e mjekësisë precize në onkologji. Dikur para disa vitesh e trajtonin kancerin vetëm në bazë të stadit të sëmundjes dhe të disa nëntipeve histologjike. Dhe jo shumë kohë më të largët, po flasim për 10-15 vite më parë, ndërsa tani kemi arritur të trajtojmë kancerin sipas profilit molekular të tij. Pra nuk mjaftohemi më vetëm në nëntipin histologjik, mirë po thellohemi më shumë në biologjinë tumorale për të kuptuar se cilat janë ndryshimet molekulare, të cilat sjellin rritjen dhe zhvillimin e tumorit në mënyrë që trajtimi të jetë më preciz, pra të jetë më i personalizuar për pacientin dhe për atë tumor të cilin pacienti ka, që jo vetëm efekte terapeutike të trajtimeve që ne japim të jenë më të mira, por dhe efektet anësore të jenë më të minimizuara. Mjekësia precize në onkologji ka sjellë ndryshime të jashtëzakonshme, do thoja. E ndihmuar kjo të themi dhe nga inteligjenca artificiale apo përpara kësaj e keni vënë re? Jo, kjo është përpara inteligjencës artificiale. Sigurisht inteligjenca artificiale në bashkëpunim edhe me këto ndryshimet molekulare do të jetë më e thjeshtë për të trajtuar pacientin dhe për ta bërë edhe më të personalizuar trajtimin. Mirë, po tani që po flasim për modele të validuara të trajtimit, të cilat ne tashmë i përdorim në klinikën tonë të përditshme. Shembulli konkret do thoja për këtë gjë është kanceri i mushkërisë. Ne tashmë kancerin e mushkërisë nuk e trajtojmë më vetëm në saj të llojit histologjik të tumorit, por kemi rreth 12 lloje të ndryshme kanceri mushkërie, të cilat trajtohen të gjitha ndryshme. Dhe pa kryer testime molekulare kemi të pamundur që të kuptojmë në fakt se cila do të ishte terapia e duhur për pacientin. Si gjithmonë gjenetika do të vijë në ndihmë dhe do eci për krah të themi me të gjitha këto trajtime dhe siç jemi unik në ADN-n ton, ashtu mbase duhet jetë edhe trajtimi. Është unik ç'është vërtet. Edhe trajtimi. Ne nuk kemi asnjëherë dy pacient me të njëjtin tumor, pra ne themi kancer mushkërie, mirë po kanceri i mushkërisë për një pacient nuk është absolutisht i ngjashëm me kancerin e mushkërisë të një pacienti tjetër. Dhe shpesh herë atë që dëgjojnë nga pacientët është që sigurisht dëgjojnë histori personale të familjarëve apo të njerëzve. Jo për këtë sëmundje, për çdo sëmundje. Për çdo sëmundje, patjetër. Dhe thonë që po, shiko se ai është trajtuar ndryshe, unë jo di kë, ai ka marrë tjetër trajtim dhe për të ka qenë i suksesshëm. Mirë po, jo çdo trajtim është për cilin do i suksesshëm dhe jo çdo trajtim është për cilin do më pak i suksesshëm. Pra ne siç e the ti, ne jemi unike dhe ashtu janë edhe tumoret tona, në fakt janë unike. Dhe kështu që qasja drejt një trajtimi të personalizuar patjetër që është ajo e duhura në këto raste. Tani dua të vi pak te ajo pika që të pyeta, mendon që pacientët shqiptar janë të mirë trajtuar dhe tani nuk po e them atë fjalën protokoll, po të them protokoll të personalizuar. Po. Atëherë, sigurisht kjo është një shqetësim në fakt që pacientët shqiptarë shpesh e ngrenë dhe kjo është dhe një ndër arsyet kryesore pse ata kërkojnë që të trajtohen në qendra më të specializuara ndonjëherë dhe jashtë vendit. Në shërbimin tonë onkologjik ne jemi përpjekur dhe përpiqemi vazhdimisht të qëndrojmë të përditësuar me protokolle ndërkombëtare. Protokollet të cilat janë të bazuara në protokollet e shoqatave europiane të onkologjisë, të shoqatës amerikane të onkologjisë, por nga ana tjetër dhe jemi pjesë integrale e rrjeteve të bashkëpunimit me këto shoqata. Atë që përpiqemi është të garantojmë për pacientët tanë që të marrin të njëjtin trajtim sigurisht, siç do të merren në një qendër moderne në vendet perëndimore. Të themi diku në perëndim apo në Europë apo ku diun edhe. Patjetër, duke përfshirë këtu edhe terapitë më të avancuara, qofshin ato terapitë të targetuara, imunoterapi, kombinime të modaliteteve të ndryshme të trajtimit.
Praktikisht jemi përpjekur të sjellim në vendin tonë që edhe pacienti shqiptar të ketë mundësi afër vendbanimit të tij të ketë mundësi edhe të marrë një trajtim modern. Optimal, të themi atë që është më e mira. Për standardin e trajtimit optimal, sigurisht. Në këtë natyrë diskutimi, besoj pavarësisht temës do të na dëgjojnë me zë të lartë, sepse siç e tham në fillim, frika është ajo që edhe këto tema i bën të ulet zëri dhe jo të dëgjohen. Ke një mesazh në fillim do thosha për të gjithë dhe pastaj mbase ke një mesazh të dedikuar për pacientët. Jo vetëm pacientët e tu, të gjithë ata që po përballen. Unë shpesh herë i mësoj fakti që narrativa, kur flasim për kancerin, narrativa duhet të ndryshojë dhe nuk duhet, është sëmundje e stigmatizuar siç e përmendëm që në fillim. Mirë po gjërat kanë ndryshuar dhe unë dua në fund të ngelet një mesazh shprese. Një mesazh shprese që kjo është një sëmundje e cila ka zgjidhje, është një sëmundje që nuk duhet neglizhuar, pra është një sëmundje serioze dhe me seriozitet duhet të trajtohet nga ekipe të specializuara mjekësore. Nga ana tjetër, dua të bëj një thirrje të veçantë për diagnostikimin e hershëm, jo më kot ne vazhdimisht të theksojmë rëndësinë e kontrolleve periodike, në mënyrë që të maksimizojmë shanse terapeutike për pacientët tanë. Do duhet bëj edhe një thirrje për mjekët në përgjithësi, për kolegët e mi onkolog, që të mos neglizhojnë dhe moshat e reja. Arsyeja pse përmend këtë është sepse në vitet e fundit ne kemi filluar të shohim një ulje të moshës në diagnostikimin e kancerit. Të gjithë për çfarë do lloji. Dhe shpesh atë që shohim është që pacientët e rinj sidomos vinë në faza më të avancuara të sëmundjes. Kjo dhe për shkakun sepse për mjekët nuk është intuitive të mendojmë që një individ i ri, pra një grua e re ose një djalë i ri, të mund të ketë diagnozën e kancerit. Mirë po, duke parë rritjen e rasteve të reja në këto mosha, është mirë të mos neglizhojmë edhe në këtë grup mosh. Mos harrojmë që këto janë sëmundje që nga vetë biologjia tumorale janë në përgjithësi më agresive, ndaj dhe duhet jemi edhe më të vëmendshëm, sigurisht. Dhe në fund, atë që doja të thoja që realisht onkologjia ka ndryshuar shumë në vitet e fundit. Opsionet terapeutike janë shtuar, janë minimizuar efektet anësore që mund të vinë nga terapitë e avancuara. Teknologjitë diagnostikuese janë përmirësuar. Pra praktikisht tashmë i kemi të gjitha mundësitë që të mund të diagnostikojmë në kohë dhe të mund të shërojmë sëmundje tumorale të diagnostikuar në këtë faza. Të falenderoj shumë për bisedën, informacionin edhe parë në këtë këndvështrim. Kisha dhe një pyetje të fundit, e ke dëgjuar apo e ke hasur diku atë rastin ku diagnostikoi me ChatGPT një tumor, një diku dhe të mendimin tënd personal për këtë? Unë mendoj që ChatGPT-ja me thënë drejtën e ka lehtësu jetën të gjithëve, na e ka lehtësu dhe ne mjekëve, u ka lehtësuar edhe pacientëve. Unë preferoj gjithmonë që pacientët e mi të jenë të mirë informuar. Pra unë e dua pacientin kur ai ka lexuar më përpara dhe vjen dhe jep mendimin e vet në tavolinë. Në fund të ditës unë jam një nga ata mjekë që mendoj që është për pacientin me pacientin vendimi. Dhe mendoj përveç se na ka ndihmuar nuk përbën asnjë problem. Në rastin kur pacientët marrin informacion nga ChatGPT-ja dhe vinë dhe më thonë që shko doktoresha, unë e kam lexuar këtë, a është e vërtet, unë jam shumë e hapur të diskutoj me ta të gjitha opsionet. Jo gjithmonë janë të sakta ato që nxjerr ChatGPT-ja dhe gjithmonë do të jetë mjeku të paktën edhe për disa kohë që do të... Më pëlqeu kjo fjalia, duhet të jetë mjeku edhe për disa kohë që të orientoj deri diku ato opsionet që ChatGPT-ja nxjerr. Mirë po, padyshim që e ka ndihmuar në informimin e pacientëve dhe kjo është një gjë e mirë patjetër. Është koha që jetojmë fundi fare. Por gjithsesi kemi nevojë për atë dorën humane që të japi atë firmën edhe të jetë mjeku, ai që e humani, ai që drejton të gjithë procesin. Po nuk është vetëm, pra biseda me pacienti nuk është vetëm në listimin e opsioneve terapeutike. Në fund të ditës ajo është një bisedë njerëzore. Është një bisedë njerëzore për të kuptuar nevojat e pacientit që ndonjëherë shkojnë përtej nevojave terapeutike. Ndonjëherë ata kanë dëshirën të flasin,
të diskutojnë edhe çështje të cilat nuk i shkruajnë dot në ChatGPT. Të falenderoj shumë që ishe këtu. Faleminderit. Publicitet.